Në konferencën e përbashkët për shtyp të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës së Shqipërisë, në kuadër të mbylljes së misionit, Ministri i Financave Petrit Malaj para gazetarëve ka treguar arsyet pse qeveria shqiptare ka vendosur të jap bonus për pensionistët dhe jo një rritje direkte të pensioneve. Sipas Malaj, qeveria po rikonstrukton skemën e pensioneve për të garantuar rritje të qëndrueshme në të ardhmen. Bonuset do të jenë në përputhje me kontributet e pensionistëve. Ata që kanë patur kontribute më të larta do të marrin një shumë më të madhe, ndërsa ata me kontribute më të ulta do të përfitojnë më pak, tha ai. Në lidhje me çështjen e pensioneve, ashtu si kundër kemi deklaruar edhe vitin e kaluar, qeveria shqiptare është duke ndërmarrë një ristrukturim të gjithë skemës pensioneve në mënyrë që ta bëjmë këtë skemë më të qëndrueshme dhe më fizibël, e cila dhe do të garantoj pensione më të larta për pensionistët shqiptarë. Nga ana tjetër, përgjatë vlerësimit që po i bëjmë të gjithë skemës pensioneve dhe ku do të vim edhe me propozime konkrete, ose më saktë Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit do të vi me propozime konkrete, kemi menduar që të vijohet me skemën e bonuseve, por jo bonuset të ardhura mbi pensionet, dhe ta quajmë të ardhur shtesë mbi pensionet aktuale, e cila do të paguhet mbi baza të përmuajshme dhe paralelisht me këtë do të shoqërohet edhe me ndryshimet strukturore që do t'i bëjmë skemës së pensioneve. Për sa i përket vlerës së paguar, e cila nuk shkon në linjë me të ardhurat që pensionistët marrin aktualisht, është menduar që e ardhura shtesë që i jepet pensionistëve të jetë në linjë me kontributin që kanë pasur ta pensionistë ndër vite. Pra ata pensionistë që kanë kontribuar më shumë do të marrin një të ardhur shtesë më të lartë, ndërkohë që ata pensionistë që kanë pasur kontribute më të ulta do të marrin një të ardhur më të ulët se sa grupi tjetër i pensionistëve.